Bregu i liçenit të Shkodrës është mbushur mbetje të ndryshme përgjatë bregut të përballësh me shishe plastike dhe mbetje të tjera, duke shkaktuar një imazh të shëmtuar për mjedisin dhe duke përsëritur situatën e njëjtë në plazhin e Velipojës. Qytetarët shkodran kërkojnë të merren masa pasi kjo jep imazh të keq zonës. Sipas tyre kemi të bëjmë me një neglizhencë nga Bashkia e Shkodër. Shumë e botë, duhet jam mësuar këta kthehemi këtë situatë, si ne duhet të shtypë kërkoj. Pasi zon s'ko. A mendoni se jep një imazh të keq Shiroks kjo panoramë? Por zotën norm. Jo Shiroks ton Shqipëni si jep imazh keq, jo vetë Shiroks, po shumë e botë tash. Kjo është gjanja situata. Por si të më normal se të hojnë buk njerëzit me ta punë. Te hojnë buk ton punojnë edhe për vetë do të më ne gati të mohon xhanave. Po të shteti ka ndur më shumë se tash çka kanë më botë. Qytetarët janë që kanë mundësi. Ta mënohen, po shteti do të dhoni fije vetë minimum. Para se morë turistët, është jena nej, në thonë drejtën. Po se shkërë si që i bujmë natyrës, në këthën prapë. Jena na ata që e nëmë, ambientin. Ne i hallim natyrën e vjen prapë. A mendon se duhen marrë masa për mu pastru, sepse po japin një imazh të keq? Po i dhe pjesë, po mos i pastru, kanë më shtu prapë. Cili është apeli jetë ndoshta për shkakun kundrejt bashkisë apo institucioneve që e kanë përsipër me pastrim? Apel të fortë s'pa di çfarë bëhet, ata duhet e dinë vetë detyrën e tyre. Por neglizhenca është shumë e madhe. Problemi në qendër të Shirokës është rruga amortizuar në të cilën janë hapur grupe të shumta duke krijuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve. Pamje të tilla tregojnë se kjo zonë është lënë harres nga pushteti lokal.